Lejoni të theksoj se për të mos u përsëritur ajo që ka ndodhur në të kaluam dhe me pas një radio televizion publik i cili në emisionin e tij themeltar e ka informimin e drejtë publik, të paanshëm, të pa ndikuar nga politika, është shumë esenciale dhe tepër përmbajtësore që kemi edhe anëtarë të bordit që janë të pavarur dhe të cilët i kryejnë detyrat sipas ligjit edhe nuk lejojnë ndërhyrje qoftë në pjesën menaxheriale, por edhe editoriale apo politike të këtij mediumi publik. Ajo që ka ndodhur vitet e fundit në radio-televizionin publik, jemi gjithë dëshmitar që ka pas shumë anime politike, jo transparencë dhe mbi të gjitha ndërhyrje nga shumica parlamentare ose më mirë them direkt nga qeveria, edhe ankesat kanë shkuar deri atë nivel edhe të kritika ndërkombëtare të organizatave të pavarura dhe shumë kredibile. Ajo që kemi kërkuar në këtë proces, kemi kërkuar që të ketë transparencë dhe t'ju mundsohet edhe kandidatëve, por edhe deputetëve kohë mjaftueshme në shqyrtimin e aplikacioneve, por mbi të gjitha kandidatët jenë të përgatitur edhe të jenë të barabartë. Unë kam qenë vetë pjesë e intervistimit dhe numri prej 75 kandidatëve të intervistuar për 2 ditë të vetme deri në ora 1:30 të natës nuk ka qenë e mundimshme për ne, po ka qenë e mundimshme dhe jo balancuese në pritjen e tyre, lajmërimin e tyre, edhe përgatitjen e tyre psiqike, edhe në atë shprehjen e tyre profesionale. Këto janë kritikat tona, ne do të marrim pjesë në votim për shkak të kërkesës për barazi dhe të drejtës së votës, por më duhet theksoj që mënyra e trajtimit të bordeve të pavarura, po sidomos të radio-televizionit të Kosovës, nuk i ndihmon as vetë këtij mediumi publik. Shpresoj që të zgjidhen më të mirët dhe besoj edhe deputetët e tjerë kanë lexuar CV-t e tyre dhe përgatitjet e tyre, por kuvendi nuk duhet lejoj asnjë përzgjedhje shkeleshko pavarësisht arsyeshmërisë ose mungesës që ne kemi nëpër institucione të ndryshme, borde në detyrë ose borde të cilat ju ka skaduar mandati.